Përshëndetje miq, jam në podcastin e radhës me Shpendin. Shpend Gashin nuk ka nevojë fare ta prezantoj se ju e njihni të gjithë. Shpend, faleminderit që gjete kohën. Faleminderit juve për ftesën. Është podcasti ndoshta i parë që vetë kënaqësia është e ime. Faleminderit. Se me podcastet e kam nisur vetë dhe kam qenë një ftuar i vetes time. Ju uroj shumë suksese, më pëlqen shumë ky ambienti. Shumë faleminderit. Unë jam larg këtyre komplimentave, kush më njeh e di që s'di komplimentoj, po bravo i qoftë. E thënë nga ty na ke vënë në pozita pune akoma më shumë se sa më mbar, sepse na duhet konkurrencë e ndershme. Faleminderit. Arrisim njëri tjetrin, ku kam shumë cilësi. Tani Shpendi unë të ndjek dhe ti e di shumë mirë këtë pjesën. E ndjek trurin. Po. Dhe ke zgjedhur ta quajmë tru. Po. Ta quajmë se jemi edhe unë pjesë e asaj, e kupton? Po, është i gjithëve, nuk është vetëm imi. Bravo. Tani Tru podcast dhe i qun ndjekësit pacient. Po. Po Shqipëria çfarë, spital? Spital i madh psikiatrik. Po pse kështu? Po i ke parë domosdoshmë se si ecin rrugëve. Janë shtuar. Po i kanë lëshuar plumët. Po mirë që i kanë lëshuar plumët, po kanë hedhur edhe kafazin. Po si bëhet? Si bëhet është domethënë që neve duhet i shmangemi së pari njerëzve të veshur me të bardha. Kush është i veshur me të bardha, shmangi se bën shiringën, a kupton? Domethënë stadioni i parë është i shmangemi fatalitetit. Dhe dyta pastaj hajde të diskutojmë bashkë çfarë mund gjejmë në i kur në një gjë për të shëruar sa të mundemi. Por fakti që ti shikon gjithë të lloj mediokriteti kolektiv. Shikon mungesë shpirti totale. Janë kthyer njerëzit në marioneta, janë kthyer në mënyrë të pandërgjeshme, por me vullnet të lirë, le të themi, në sklever. Po. Në sklever të çfarë të lloj gjëje, jo vetëm të paras. Në sklever të mentalitetit, në sklever të një vendi pune, në sklever të disa emocioneve idiote. Pra, unë nuk të ndihmoj dot ty kur jam duke dëmtu veten time. Si punë të them, Jona, të lutem, do t'i thuash ti edhe Julius, do më jepni mua këto kompjuterat që më duhet për të podcasti im, dhe ti të më thuash po Shpend do t'i marrësh, po ndërkohë ti nesër je pa podcast vet. Quhet ndihmë kjo? Ja, nuk quhet ndihmë. Nuk është ndihmë, është idiotlik. Nuk është ndihmë. Domethënë është të dëmtosh veten. Dhe unë kam një parim. Duaj veten, po deshe veten, mëson ti duash të tjerët. Dashuria për tjerët nuk tregohet vetëm me fjalë. Domethënë nuk dihet sa mashtruesa kanë thënë të dua të dashuroj, të kam jetë, kam shokë. Janë fjalë universale në fakt. Janë fjalë shumë që, domethënë janë më të përdorura për gënjeshtër. Dashuria tregohet me vepra. Domethënë çfarë kontributi jep ti? Shumica e njerëzve më pyetin, o gash, po çfarë kontributi ke ti në shoqëri, janë këta pacientët negativ, shitan budallënt. Dhe unë i them, jam një përgjigje shumë thjesht. Kontributi është që një prind një fëmijë do thotë bëu si ai xhaxhi ose mos u bëj si ai xhaxhi. Nuk ka kontribut më të madh se kaq. Në fakt, bësh model. Modeli më i mirë i adhetarizmit është të edukosh popullin. Dhe në një lloj forme, unë e shikoj në atë që ti bën, në informacionin që ti shpërndan për publikun, paktën për ata dashamirësit që të ndjekin dhe duan ta shërojnë veten e tyre. Podcastin si e nise? Dhe pse e nise? Sepse ne të kemi parë në media, Shpend. Podcasti ka qenë një ëndër e ime, një objektiv i imi që unë kisha shumë vite që e mendoja, kupton? Bile se kam menduar në mënyrë të pavetdijshme kur në stadiet ekzistencialiste të jetës, që çfarë do bëhet me jetën time, e mendoja që mund të fitoja të ardhurë dhe mund të krijoja një jetë komode për veten time edhe duke performuar. Domethënë performoj në mediume. Po. Siç ishte hyrja ime aksidentale në media, ashtu ishte dhe hapja. Aksidentale. Po sepse unë nuk jam tipi prerë për media. Çfarë do thot tipi prerë për media? Nuk jam i latuar si tip. Që thua jam i qeshur për herë, jam hipokrit i lezetshëm që sado që mos të dua ty të dal para, të përqafoj lajle lure, që të përdor për një apo dy. Apo të më marrësh në telefon, mos ta hap dhe kur të shikoj në rrugë, Jona, po ku jeti? Po ke humbur, Nuk e kesha para të mesazhin. Hyra në fazë tjetër time, e cila po e mendoja seriozisht largimin nga Shqipëria, domethënë po e ndjeja shumë të huaj veten këtu. Domethënë isha para dy zgjedhjeve, ose ti iki si shokët e mi emigrant, ndoshta edhe në Malavita, ndoshta edhe të filloja jetën from scratch, si thuhet, nga fillimi zero, bëja punë në emigrantësh. Ose nuk e di, do rrjedh, do pranoja fatin e mjerimit, do
duroja, domethënë, tulja hundën apo tulja pritshmëritë e mia, gjeja një mik, më fuse në një punë për 700.000 lekë, 800.000 lekë dhe do futesh në atë që quhet rabbit hole. Pa. Gjatë komunikimit me vete, se ta thash bëj komunikime me veten shumë. Edhe shumë mirë bën. Po më thosha, po shpend, po ti nuk e ke bë punën e drogës apo punën e malavitës apo punën e këtyre 16 vjeçë burr kur e bëjnë gjithë, që i zhduken, krijojnë një lloj pavarësie, zhduken nga familja dhe bëjnë ç't mendon që do ta bësh 27, 28. Do të nuk ke i prerë për atë punë vëlla. Do të duhet të dish limitet e vetes. Ti nuk e bën dot as spaçatori, nuk e bën dot as transporti, nuk e bën sepse nuk është një punë që unë kam bën një herë apo e njoh si jeta, kupton që ta kem prekur. Po. Pa çka se dhimbja apo situatat ekonomike apo jetës tënde detyrojnë ty të orvatesh edhe ta çosh si mendim. Dhe pastaj më del një kontratë, merr Henry Chilin në telefon. Po. Më thotë çikoje o talent. To, domethënë hipokrizira që to Chili, lart e poshtë domethënë. I bën kamarierin blesin e kanaçeve dhe një profesori që on talent. Po. Kanë këto shprehjen e veta, gjithë liqet. Edhe më thotë kemi këtë projektin të Campaign Observer, ti je kështu, ne të vish aty të konkurosh, ishte diku te 2.500 euro ishte kontrata që unë përfitoja, kisha edhe benefitet e prodhimit një libri. Po thënë që ai libri çuditërisht për mua, se nuk e dija vlerën panajireve, shitur i gjithë dhe pa çka se unë nuk kisha asnjë lloj përfitimi, nga që kisha nënshkruar një kontratë, nuk jam si këta sa han lëpirësit që pasi ngort kali fillon ishte kali keq. Jo, pranova që unë do merre 2.500 euro, kontrata kaq, gjithaj kishte universitetin fjalë. Te kontrata ishte edhe një dalje publike në një televizion kombëtar. Që ta sjell. Kam bërë një punim publicistik të trajtës kërkimit cilësor, jo sasior. Pra, unë nga që jam i djathtë më dha për të qyrtuar në 2021-shin Partinë Socialiste dhe Bjorn Kamberit, miku tim dhe kolegu që ishin bashk autor, i dha PD-n. Kemi bërë një punë fenomenale të dyës, edhe ideali ishte shumë i zgjuar edhe shumë, por kishim një diferencë nga njëri tjetri, që ai nuk u shkput dot nga intelektualizmi. Domethënë përdorte fjalë të mëdha, përdorte obskuranti, përdorte amalgama, gjitha, ndërkohë mua më kishin thënë që median e njoft nëpërmjet tezës time që punon në RTK, kupton? Medalje Arin në letërsi dhe mbulon rubrikën e kulturës Albana. Përshëndesim. Faleminderit. Dhe më thoshte që shikoj është ndryshe mediumit, duhet t'i kapësh njerëzit. Jo të tregosh që ti je i zgjuar. Domethënë po të kesh dalë në media ti e ke kaluar ca filtra që ti ke bagazh. Prezumohet. Ne kemi parë dhe pacient që s'din çfarë thona, kupton? Patjetër, ka plot. Se kanë humbur filtrat. Vemi tek Ora Newsi në një emision që sot ka qenë PR i PD-s e Zotërias, s'do më i përmend emrin. Një qeros. Dhe shikoja Bjorni shkret se amalgama e mendimit të obskurantit metaforik të asaj që donte me thënë Lulzim Basha. Për kë audiencë po fliste Bjorni? Jo, Bjorni ishte shumë i saktë se kishte mbaruar në Amerikë të gjitha, nuk e dinte shkrete se çfarë pacient ligu do gjente. Kush e dëgjonte këtë? Pikërisht pra. Edhe shikoja moderatorin që i thoshe, po kjo ç'është? Po kjo ç'është? Domethënë e nxori nga vetja fare. Në atë moment unë isha përgatitur shpirtërisht që dalë se Bjorni po flet me këto fjalë të mëdha, akpuz dhe unë tash në një fjalë të madhe në një që të bëj bum. Kur e pash efektin që jepte në media, thash gash qetësova vëlla tash bjeri shkurt tash si çdi ti. Shkote fjalët popullore. The focal point, a kupton? Që në atë moment, domethënë, unë di që mund të kem marrë mbi 10 telefonata nga televizionet ndryshme. Pastaj ishte një etapë tjetër, etapa që familja thoshte, po t'japi para ty. Është ndodh kjo. Thoshte no mam, po bab, po dalë edhe se janë fillime. Po hetin farat. Po jo, po se i merr ky merr ai. Dhe ju desh t'i shpjegoja mamas time dhe babait time dhe familjarëve të mi që o mam, media është disa sahan lëpirza që janë në ushtarët e dikujt apo dikujt që vënë dhe marrin ç'a do Lorenz Vangelje po X apo Y 25 vjet në treg duke thonë njëta gjëra. Ç'a i bën interesante më? Ç'a po thuti ndryshe? Domethënë, po ti futesh i studimit të ftoj unë tani të sfidoj që të marrësh gjithë regjistrimet e këtyre Frok Çupit, Lorencit, X-it, Y-it. Po, atë të parin mos me llogarit. Domethënë, po ti marrësh këta, ti vendosësh një studim,
ta thonë çdo vit në çdo zgjedhje, për çfarë do gjë të njëjtën gjë. Ç'është ndryshe? Prandaj s'ka ndryshuar asgjë. Se janë këta. Paguhet një person prime që thotë, shikoj se të smuret me kancer e kanë marrë dënimin nga Zoti. Domethënë ti këntruri dhe duhet t'i shpjegoje familjes rreth parë, neve duam sado që të bëjmë si novatorët, bëjmë si njerëz që jemi mendje hapur e gjitha. Bërthama jonë është familja, domethënë. Është shumë mirë që është familja. Aty përplasemi në familja. Aty tham, o mamë, duhet të luajmë ndryshe. O bab, duhet të luajmë ndryshe tash, se unë nuk jam stadin e këtyre, unë nuk jam ushtari as kujt. Unë po bëj një lojë timen që ndoshta nuk mecën. Po, si mirë, po. Ndoshta edhe nuk mecën. Dhe kur unë kam mbështetur dalë ime parë publike që pastaj kapa, domethënë, si thënë, është trampolina e madhe, ishte basi që unë hodha me veten për daljen e non grata të Sali Berishës. Domethënë, të gjithë këta drejtorat edhe ish ministrat e doktorit, çuditërisht atë ditë ishin të gjithë jashtë Tiranës. Të zënë. Po çuditërisht nuk kishte ngel njeriu atë ditë në Tiranë. Do të vinte te një askush, Mr. Nobody, që të vinte dhe dilte të mbronte Sali Berishën, se nuk e mbronte më as nona e vet kur i thon fjalës në jargon popullor. Po. Mbaj mend që i kam thënë moderatorit, i kam thënë, "O ti zotëri, thash, po pse do më vrapur? Unë një dalje publike kam, do të japësh daljen e dytë publike të dështoj me Berishën, me mbrojtjen e Berishës dhe të vdes." Po nuk doli dështim, nuk ishte veç dështim. Sot tek shikoja, ai zotëria duke njohur, duke bërë llogarit matematike se ç'a tipi është, ç'a karakteri është ai moderatori, dhe si ka rezultuar më vonë, duke u nisur nga premisat e kohës tashme, tregon domethënë që ka qenë një intrigant i frikshëm që thjesht ka përdorur një për të plotësuar kohën televizive sepse i ra i ftuari, i kishin në të ftuarit. Në anën tjetër unë nuk e mendova sepse në një negotiation ti duhet shkosh, duhet t'japësh, domethënë që të marrësh duhet t'japësh. Unë s'kisha qa humbja për pose një dalje publike, s'dola herën e tretë, who gives a flying fuck, a kupton? S'dole, Nuk është se do humbje. Do punosh vend tjetër, do punosh kamionist në Kanada. Dhe di domethënë që Zoti është i madh, unë e di që Zoti ekziston, as nuk e besoj. Di që ekziston, nuk kam çështje hamletiane, ti je mos ti je më atë. Di që i kam dhënë marsh 6 me logjik. Pa. Do të thënë duke bërë pyetje njerëzve që ishin të përgatitur për atë lloj, do të thënë pyetje retorike që i plaste bomba në dorë. Pra kur ti thua që Amerika kështu dhe thua Rusia keqe, fati tyre keqe unë vi nga gjeopolitika. Dhe neve i shikojmë si variabla. Unë nuk i shikoj Amerikën e keqe dhe Rusin e mirë apo anasjelltas. Unë shikoj dy imperiume që përplasen me njëra tjetrën në përbot, që kanë shetër belte, zona luftimit tyret, dhe luftojnë vetëm për interesat e tyre. Neve popujt e vegjël kemi për detyrë të zgjedhim interesin më të mirë të perandorit. Dhe ne kemi zgjedhur Amerikën sepse Amerika është edhe pro interesit ton, pra interesi i Amerikës e përfshin dhe interesin ton kundër slavizmit edhe kundër Rusisë, daljes Rusisë në det, bla bla bla. Ndërkaq nuk mund të pranoja dot që ish presidenti dhe ish kryeministri me një tak fak të lapsit të dalësh nga hero, që i ka thënë George Bush një burr shteti, të dalësh non grata minimalisht pa një arsyetim juridik. Sepse po u hap kutia Pandorës, unë them tani që ti je për dal. Ti thua që unë jam drogaxhi, fjala ime kundër të zvemi në gjyq, ti gjyeti shtrigash, unë për rehabilitim. Si u boka kjo, pa prova, pa teste, pa... E njëjta gjë, eksaktësisht e njëjta gjë edhe me Sali Berishën. Dhe nga një moment e deri më vonë, unë kam luajtur me ato lloj gjëje pastaj. Sepse ndryshe nga njerëzit e tjerë që dalin në media, unë e bëj për dal, jo, unë kam punuar e kam thënë që në podcastin e parë me Altin Goxhen, nëse mund t'i thuhet podcast atit Altinit, se Altini kishte War Room. Altinin, avokati nuk ka podcast. Avokati ka War Room. Pra ka krijuar një sofër të vetën për të bërë zëri i vetvetes atë që e kanë censuruar për 10 vjet. Dhe kur më ka bën një pyetje gjitha mediat. Dhe kur më ka bën një pyetje o gash, po pse e bën vetëm për vete, dhe është çuditur. I vetmi dha që kam dëgjuar në 34 vjet që thua publikisht unë e bëj vetëm për vete dhe unë e bëj vetëm për veten time. Pra nëse mua më thon ke punu për Sali Berishën, jo vlla, unë i kam ofruar disa shërbime Sali Berishës, ai ka marrë nga energjia ime, unë kam marrë nga elektorati dhe nga ndjekësit e vet. Pik. Është marrëdhënie simbiotike. Nuk ka as dashuri, ka thjesht interes reciprok.
Të njëjtën gjë do bëja edhe me punën time, nëse unë vi këtu kam interesin që të rritet riçim, po edhe pse jo dhe ti të marrësh nga riçim. Pra nuk ka dashuri të pastër. Dashurinë e pastër mbahet për nonën, babën, fëmijët, gruan. Dashuria lind nga interesat. Puna është vetëm çështje interesi. Edhe brenda interesit ka pastaj një lloj fisnikëria. Pra duhet vendosim ca barriera që neve po bashkëpunojmë, do ndajmë përqindje me njëri tjetrin, po deri këtu. Këtë nuk e kuptojnë pacientët, meqense ma bëni pyetjen e pacient-ligut. Pacientët kanë shumë anomali. Në momentin që ti mendon dhe e zhduk racionalen, dhe ti mendon se tjetri ka për detyrë të bëjë të diçka, jo, zotëri, step back, asnjëri nuk ka për detyrë të zgjidhë jetën tënde përpos se teje. Dhe ti je në lojë, ne jemi gjithë në lojë, jemi lojtar. Shpend, përveç se i ke quajtur pacient edhe Shqipërinë në një spital të madh, duat ndalem te ca zhargon edhe më ka mbetur në mendje një shprehje vjetër që i kemi dëgjuar gjithë ne nga prindrit tan. E ke vënë re kur thon për shembull që Shpendi është djali i mirë, ose Xhulio është djali i mirë i shkreti. Po pse më ti je i mirë në këtë vend, i bie ti je i shkret? Si argumenton ti këtë? Nuk e di, e ke dëgjuar besoj si shprehje. Unë e kam dëgjuar, po të them diçka tjetër, domethënë, mua më vjen keq për atë që e thot. Nuk më vjen keq që thot i shkreti për mua. Për mua le të thoni shkreti se sa më pak të din aq më i lumtur jam, aq më para eci. Problemi është që këtu të shohim me mëshirë momentin që ti do të bësh mirë. Pikërisht pra. Dhe kjo është i kompleks se neve na vjen edhe si pasojë e kulturës tonë të munguar politike. Ne duhet ta pranojmë që si popullsi nuk kemi ditur të krijojmë ndonjëherë konceptin e kombit. Ne nuk e ndjejmë veten komb, ne e ndjejmë veten shqiptar, shqifolës, po kombi është gjë tjetër. Çfarë është kombi? Kombi është unitet. Që në fund ditës unë dhe ti dhe Xhulio e dim që jemi shqiptar, na përbashkon që jemi shqiptar. Dhe përballë çdo lloj gjoje vendoset ta jemi rusi përbashkët kur prishen balancat. Fakti që ne kemi kriza të njëpasnjshme tregon që neve kemi paqëndrueshmëri kombëtare. Pra ne nuk e ndjejmë njëri tjetrin komb. Një veriut me të jugut urren me njëri tjetrin dhe ky është fakt. Se vërtetojmë për ditë, mos themi tash lajle lure Shqipëria bashkuar më të tash. Një verior urren jugorin, një jugor urren veriorin, edhe martesat nuk bëhen, edhe kur bëhen shumicën e rasteve përfundojnë në për divorce, në për gjona, sepse futen familje, tradita. Vetëm Shqipëria mesme shpëton. Dhe problemi është këtu që kur thoi shkreti, ai që thot i shkreti shikon veten e vet projektuar te ty. E djali mirë i shkreti. Po pra, neve ja kam fjalën te kjo figura e djalit mirë që sot ka humbur, e vajzës mirë që sot ka humbur. Pse të gjithë po synojnë, po nuk po flasim për neve që jemi anormal, po flasim për këta normalët. Pse neve që duam këtë të mirën, jemi të këqinjt në këtë vend. Pse reklamohet gjithmonë figura e vajzës të fortë që ka një të dashur me lek, një djali të fortë që ka armë dhe është marrë me kështu ai bravo i qoftë atij. Po pse kështu? Kjo është pjesa e agjendës. Mjafton po të shikosh librat që janë djegur në Gjermani në 31-shin, 32-shin, që akuzojnë nacional-socialistët e akuzojnë që prishën dijen e më thash. Ai është një në Mosgabofsha doktor psikoanalist hebre, i cili promovonte pornografinë dhe LGBT-n e gjitha me radhë. Do të thonë pornografia, fakti që dy meshkujt mund të martohen bashk, femrat mund të martohen bashk, pra janë të datuara që në fund shekullit 19 dhe në fillim shekullit, gjysmën e parë shekullit 20. Dhe këto janë disa agjendat të cilat promovojnë. Ti të shikosh televizionet kombëtare janë bërë gjithë ylberista. Po pse kështu pra? Po sepse marrin 10 milionë euro në vit. Në zhbër komercial. Ka ardhur akoma këtu te podcasti ty 10 milionë euro në vit ma promovo çik transgenderizimin e qenit. Jo, nuk do ta bëja. Në momentin që do të vinë, do dilet edhe ti gash, shikoj se 10 milionë euro të bëjnë ndryshe, mendosh ndryshe. Jo, pse ti do ta bëje po të vinte njëri me 10 milionë euro? Për 10 milionë euro? Po të betojnë do ta kisha bërë, po e bëjnë gjithë, pse mos ta bëjnë? Jo. Mos ton pakën i shkreti. E bukur fare kjo. Mos ton i shkreti. Po mirë. Çfarë do silte ndryshe nëse flet i televizion kombëtar për transgenderizimin e qenit edhe mos ta bëj dhe un podcast tash. Pse unë duhet dile e keq edhe ata nuk dalin të këqij. Po ti je i keq nëse e bën këtë. Unë vazhdoj të rjetën jemi keq aty. Po jo për ta jo ta bësh këtë. Se nëse i bie ta bësh ti edhe ti paciencë të tjerët ose unë. Si? Nëse neve bëjmë këtë, sepse në fundit njeriu ka ca parime, e kupton sa standardi që e ka vendosur vetes vet. Po usim këto standardet pastaj
qa nuk bliet me para e dashur, bliet me më shumë para. E di se blendi morali me 10 milionë euro. E ke menduar një herë? Po, nuk e mendoj. Nuk e mendoj fare. Nuk e mendoj fare. Jo. Po filloj ta mendosh. Mendon ndryshe, më merr frym ndryshe. Kur e di që ke 10 milionë euro aty pas. Nuk më fare, nuk më të ndojnë 10 milionë euro. Më beso, vetëm bëj një herë tani meditim, mbyllë një herë syt, mendo sikur ke 10 milionë euro aty. Edhe për atë që të helmoj gjithë njerëzit me informacionin tim trem, nuk i marr dhe pik. Pse ti mendon se nuk po i helmojmë tash na? Jo, nuk po i helmojmë. Ne po flasim për të sëmurët, kjo gjë që po bëjmë në vesh gënjeshtër. Si më futen botë tjetër tash. Më çove në dimensione tjera, ku ishin ato 10 milionë euro të e shikon. E shikon. Okej, do kthehemi prapë tek Shqipëria, se unë e di që ti e do shumë Shqipërinë edhe pse na quan pacient. Tu veta nuk du Shqipërinë. Nëse do kishe diçka në dorë për të ndryshuar fatet e këtij vendi. Ta fillim nga fëmijët, se I kam shumë pikë dobët. Nëse nesër fëmijët tanë, do kishin po këtë realitet tegër që kemi neve sot. Po pse do ta kenë? Shife. Po futëm një dimension tjetër, që do ndryshoje ti? Që do doje ti? Shumicën e rasteve e kam menduar domethënë jo po arsimi, jo po kjo, jo po ajo. E di ç'do do boja? Gjë e parë që do boja. Ushtri e detyruar, shërbim ushtarak I detyruar minimalisht një person familje 3 vjet. 3 vjet? 3 vjet ushtar rezervist. Ke bërë ushtri? Jo, edhe për këtë ndihem shumë keq. Vërtet? Po. Në fakt, një podcast tjetër kishte një deputet, më duket se është ajo, nuk e di ka dalë deputet, edhe ai e kujtonte me nostalgji këto vitet e ushtrisë. Edhe nuk jam për atë ushtrin pi çaj me buk edhe në Bonavi atje edhe të hash fasule, unë po them shërbim ushtarak që shteti të paguan ty të shkosh në Kandahar, në Irak, në Iran, të bësh të Krav Maga në Izraelit, të dalësh një kafsh makineri vrase, po të jesh I qetë për popullin tënd. Pra ti të sigurosh popullin tënd. Nuk po të them dil ushtar nga këta tanat që I shikon rrugët, vjen gjinot, t'japësh në 10.000 lekë, shpini kafe o vllases. Po ne s'kemi ushtar, pse kemi ushtar? Kur shikoj ushtarët tan në pjesën dërmuese, me gjithë respektin se unë kam miq general etj. Pjesën dërmuese, ti e shikon që të vjen keq, më thën, ngelesh në dorën e atij, është e tmerrshme. Me gjithë respektin sepse çdo ushtar jep, më thën, sakrifikon jetën, se s'du me u qenë malinj. Po pse sakrifikon jetën, ku I kemi këto luftrat ne? Ushtarët I çojnë në nxjerrin nëpër konferenca, ku diun nëpër mitingje. Nuk është se sakrifikon jetën ai duke shkuar pas kryeministrit. Po nuk e di. Kur ishte tani për fushat, s'kishin dalë aty që nuk I lejohet. Nuk e di, ideja është domethënë që ushtari është ai që sakrifikon, është ai që deli pari për të ngrënë plumin. Të pakën në parim. Po. Fakti si trajtohet këtu pastaj është tjetër, po ne nuk merrem me institucionin e ushtarit. Ka ushtar që nuk e përmbushin dot atë veshjen e ushtarit pafund. Pafund se janë si çengela. Se ti e kishe në sensin e disiplinës, domethënë brezit të ri duhet disiplinë. Unë jam për disiplinë, jam për të kontrolluar, domethënë në një shoqëri që vlon feminazizmi, idiotësia më e madhe e krijuar. Unë jam për rehabilitimin e kulturës mashkullore. Pra, ta djem që janë ngritur këtu, janë edukuar nga nënat këqija. Po pse? Nuk e di. Urrejtën e femrës për femrën ma shpjegon ti që e vajzë. Unë nuk arrit dot as unë as gjindi Aladinit. Nuk e shpjegojnë dot. Ditë them që është fakt, është postulat që urrejtja e femrës për femrën nuk dihet. Se nga I ka burimet e nga buron. Ditë them që nëse ti do meshkujt mirë, burrat mirë për shtetin, duhet të jenë nëna shëmbullore. Për aq kohë sa ne themi nuk ka burra, shikoni një herë veten motra, zonja. Se faktikisht këto burrat, këto nënat juve po I rrisni. Po. Ka ndryshuar shumë mendësia. Pra, ajo ushtria të bën ty alfa, ajo ushtria të bën ty të disiplinuar, ajo ushtria të bën ty të kontrollosh nervat e tua, mos përdorësh sepse çdo pjesë e trupit tënd është armë e ftohtë, ti mund t'ia marrësh jetën tjetrit sepse je përgatitur për atë punë. Dhe duke pasur një mashkull alfa, edhe gratë pastaj e dinë se për kë ku t'i rrin krah, sepse femra tërhiqet gjithmonë nga një mashkull që është alfa, që është I fuqishëm, që është provider, është sigurues.
Momentin që sot neve kemi bërë leja mamit, leja babit, 4 muaj shikon meshkujt me që vendosin gjokse falsa për lënë qumshin e fëmijës. Nuk e di mbase amon shumë old school, po jam tek ajo pjesa që për një shoqëri të shëndetshme burri duhet bëj tasket e veta, detyrimet e veta, zonja duhet bëjnë detyrimet e veta. Ashtu është. Momentin që gratë duan me marr hallate dhe burrat duan me u kthyer femra, jemi në një shoqëri në rrezik. Po reklamohet shumë kjo në fakt. Jemi një shoqëri të skajshmërisht e rrezikuar. Po ndjekim, a quhemi moderneve kur ndjekim këto frymat që na vinë nga jashtë vendit? Më vjen mirë që jam arkaik kështu si natyrë. Nuk më intereson fare as showbizi, as lloj gjëra. Më thuaj një vlerë shpendi që ti e konsideron shumë të rëndësishme dhe që nuk del kurrë nga moda. Vlerë që nuk respekti për veten. Respekti për veten ti sjell gjitha. Unë kur kam respekt për veten, ditë respektoj edhe ty. Në momentin që unë gënjej veten time ty të shuaj. Në momentin që unë s'du veten time ty s'të dua. Domethënë ne duhet të mësojmë të duam veten se kemi harruar duam veten duke përqafuar një iluzion të madh siç është e mira e përbashkët. Ku çeka kjo e mira e përbashkët? E mira e përbashkët vjen nga individ fuqishëm të plotësuar. Nuk mund t'japi dot gjysmaku. Je vetëm ai që është full. Ai jep një pjesë nga vetja vet. Ai që ka shumë. Nuk mund t'japi dot një gjysmak. Njëri që është i paplotësuar. Ke përgjigje kështu të paparashikueshme. Çfarë do bësh? Mirë. Do të mund të jetë podcasti më i mirë që ke bërë deri tash. Jo, është goxha. Edhe më ka fut se u tregova modest. Jo, është. Më ka fut edhe mua në dimensione të tjera tani, nuk i bën dot ato pyetje që ke bërë aty. Jo. Dalin pyetje të tjera. Po dalin. Mirë, përcakto pak, nëse adheu ynë i dashur, Shqipëria, do ishte një frymar. Po. Më përcakto çfarë gjenie do ishte? Edhe si do ta Hermafrodit. Hermafrodit biseksual. Oh. Po. Si do ta vishje? Si? Si do ta vishje? Si do ta imagjinoje? Si eunuk. Po pse kështu? Sepse nuk ka ngelur njëri pa na përdhunuar në 1500 vjet histori që i njohim nava. Kush është i fundit që na përdhunoi? Si? Kush është i fundit që na përdhunoi? Komunistët vazhdojnë na përdhunojnë akoma. Përdhunimi i fundit ishte 11 maj? Si? Përdhunimi i fundit ishte në 11 maj? Përdhunimi i fundit është ky që po bëjmë sot, sepse ndoshta neve kur jemi duke diskutuar këtu një tender tjetër është vjedhur. Ti je një njeri i lirë shpend. Them se jam. Është vërtet liria që kemi neve këtu? Jo. Pse jo? Është iluzion. Po pse ti bën çado, zgjohesh kur do? Se bëjon dot ç'a dua. Pse? Ç'a do ti të bësh që nuk e bën dot? Si? Çfarë do ti të bësh që nuk e bën dot? Tu thonë nëpër botë për shkak. Po sto, çfarë të pengon? Na duhen ca para. Na duhet 10 milionë që folim çfarë. Po, më se ke para ti tani, ke bër para me podcastin, pse unë dëgjoj ca zëra që thonë që shpendi e bëri lekun letër. Ushtofshin. Ushtofshin ta zërat, po ku janë për neve, se s'po i shohim. Frit. Nëse ku ka zë nuk është pa gjë. Ku janë për neve? Ku do shkoje për shembull, nëse nuk do, kur më the atëherë që do emigroja, ku do, çfarë planesh kishe? Po emigrimi është gjithmonë në hemisferën perëndimore për neve shqiptarët që nuk e njohim shumë kulturën aziatike, kupton? Po tani që jam duke menduar për shembull nëse do bëja në katapultim për një vend tjetër, absolutisht do zgjidhja Vietnamin. I bukur. Domethënë e dashuroj kulturën e tyre. Kultura aziatike për mua është kultura më dominante e botës, është mbi kode. Ndoshta, domethënë ndikon shumë tek unë nga që origjina ime është nga Malësia e Gashit, nga Malësia e Gjakovës. Malësorët kanë ecur me kode. Ecën me kode dhe pa çka se unë jam rritur në Fier, lindur në Fier, epizmat treguar nga pararësit e mi janë gjithmonë të lidhur me Kosovën, me kodin, me Nderi, me Burrninë, gjitha me radhë. Dhe do doja shumë që midis një bote ku një gej ndalon në rrugë dhe thyen një rregull dhe ti ngre zërin, ai nuk merret me faktin që ka thyer rregullin, po merret you're shouting at me because I'm gay. Dhe të shkosh në një vend ku vlerësohet çfarë do lloj gjoje, puna jote të gjitha me radhë, me disa kode, me disa gjëra, zgjedh të rjetën kulturën lindore dhe sa perëndimore. Domethënë nuk është kulturë e preferuar për mua konsumizmi.
Domethënë ti mund të jesh çfarë duash. Jo, Zoti të ka krijuar mashkull, ti do jesh burr. Nuk ke çfarë duash aty. Nuk ke çfarë duash, sepse po të fillojmë të çfarë duash, mund të justifikojmë lehtësisht edhe pedofilët. Unë jam pedofil, kam të drejtën time për të dashuruar, unë e dashuroij vajzën tënde 7 vjeçe. Domethënë, po e hape kaq shumë këtë liberalizmin, do pranosh edhe pisliqet. Si do t'i dënoje këto njerëz? Me burgim përjetshëm. Me burgim me vdekje. Me vdekje? Po. Do t'i vrisje me dorën tënde? E kam thënë publikisht, për të vrarë me dorën time jo, sepse nuk i ndyhet duart, po. Ideja është domethënë që dënim me vdekje. Me dorën time mund të marr jetë vetëm në rastin që më cënohet familja, edhe vetja ime, pra si lloj gjëje tjetër. Po kështu me pushime pastaj ku kisha qejf të shkoje, se the dua. Me pushime në gjithë botën. Në gjithë botën. Gjithë botën, që nga Afrika, që nga Azia, që nga Amerika Latine. Neve gjejmë lajme, besoj se gjejmë lajme? Si i ke marrë Shumë pak, nuk më intereson. Mirë, nëse se ke dëgjuar, flitet që në Shqipëri këtë vit do hynë 10 milion turist, po tash a do hynë për pushime, a do vinë thjesht do kalojnë, këtë nuk e di se këta i numërojnë gjithë kush futet në Shqipëri. A mendon që Shqipëria është në standardet e duhura për të pritur? Standardet e duhura nuk është, por Zoti na ka bekuar me një natyrë të mrekullueshme, kështu që absolutisht njerëzit tërhiqen nga atraksionet natyrore, më shumë se sa nga shërbimi. Nga shërbimi në Shqipëri është për t'ikur natën. Pse? Pra edhe po të shkosh në për këto vende të lakshërie gjitha ke lloj-lloj laçësh. Po të narkoman apo çuna që janë malavita, që e kanë nivelin e inteligjencës pak më të madh se sa një ameb, a kupton? Po që nuk është se ti ndihesh për luks. Pra, unë e paguaj 800 euro dhomën apo 1500 euro dhomën natën, po du me pas komshi djalin e sheiku Dubajt për atë. Nuk du me pas një katunar shqiptar që 6 muajt e jetës vetëm i shikon mbyllur në një shtëpi bari, a kupton? Për atë lloj standarde. Po i paragjikon shumë këtë çuna të shtëpive. Nuk i paragjikoj, unë i gjykoj. Po pse? Unë i gjykoj sepse janë kthyer në trend. Unë janë kthyer në model, është kthyer në model, nuk i paragjikoj. Unë i gjykoj. Ata po i thithin gjithë këta. Domethënë nuk mund të thuash dot më vëlla, ti ke mundsinë ti bosh ato parat, bravo të qof, ke guximin e duhur të gjitha. Ajo lloj jete është underground, by underground, mos ndil mua tash në të reklamosh. Të reklamosh, se s'ke ndonjë gjë për të reklamuar. Po më thoshte një shoqja ime, ajo jeton në Birmingham, ka vite bashkë me familjen, edhe ishte një bankier atje prej vitesh, anglez, gati 15 vjet bankier, edhe kishte një makinë Fiat. Dhe shkon një 20 vjeçar shqiptar i veshur komplet me Philip Lane. Edhe thot ky bankieri, ishte në kafe, shikoj e tha, erdhi ai shqiptari me makinë 40.000 pound. Unë i shkreti, kam 15 vite që punoj bankier në Angli dhe kam vetëm një Ford, nuk e di se çfarë vlerë kishte makina. Ja, kështu bin shqiptarët në sy. Domethënë imagjino pak, kur ai e bën atje që të rrezikohet të futet pasuria në dyshime nga shteti e kështu, imagjino çfarë bën këtu. I ke vënë re ato targat që vinë të personalizuara? Unë nuk e kam fare probleme, unë e kam të kapaciteti tyre intelektual, të inteligjenca tyre. Janë shumë të shëmtuar më që kur hapin gojën. Nuk din si ta kërkojnë, e shikojnë atë legun, du me tregu që ke lek. Unë vi nga një familje pasur. Baba im ka qenë biznesmen nga të parët në Shqipëria, kupton? Një rregull e mbajmë nga babi. Jemi të varfër për të ndershëm. Si e mëson një pasanik, që neve vim nga familje bajraktari, gjitha me radhe, më të tash e kemi fisnikrin, e kemi genetike. Më thoshte një mat, ti s'ke për të tregu njerëzve që ne kemi lek. Jemi të varfër, po të ndershëm. Që më gënjenda atëra. Filloste me psikologjinë. Pse? Sepse ti nuk ke pse të tregoro bab se nuk me Range Rover. Ana çon nga ajo të bëja kjo. I urti, që duhet me tregu. Ku do me tregu që ke, a i ke? E njëjta gjë pra të pasurit po ti shikosh, kush janë, mos shiko këta çunat e babit në Tiranë, që nuk di se si u merr malli. I fusin një gram apo 5 gram bidona kokainë gjithë duken euforik. Çunat baballarëve biznesmena që janë shëmbulltyra babës. Domethënë nëse baba çohet në orën 6 për shkon zyrë, djali e pret në orën 5:30 poshtë. Është shërptori besnik i babës vet. Sepse ai do të trashëgojë gjithë pasurinë, e nuk mund t'i lihet një debili perandoria. Domethënë këtë na e ka mësuar Mehmeti II Fati.
Mehmeti II Fati nuk la trashëgimtar të parin e kurorës. Ai në histori hapi nocionin e kanibalizmit politik, që do të thotë më i forti do mbizotrojë. Dhe pas periudhës Mehmeti II Fati deri tek Abdul Hamidi, në momentin që vdiste një perandor, krahas vdekjes perandorit dilnin edhe 50 apo 60 qefin tjerë, që ishte pasojë e përplasjes së luftës civile mes pasardhësve të kurorës. Ai që do ishte më i forti që vriste vëllezërit e vet të gjitha me radhë, ai trashëgonte sepse çonte perandorin para. The same fucking shit është në biznes. Nuk mund t'ja lëm fëmijës tim nëse fëmia im është një lloj palluqe që di me prish lekët e mia. Nuk ka shanse, ja jap xhamis kishës. Më mirë i çoj për bamirësi se sa të prodhoj një njeri idiota. Në fakt i kanë keq edukuar dhe këta, se këta marrin makinën e babit. E humbim nocionin djali një pasuri dhe djali një pasunari. Mund të kesh ti lek, po ti s'di me eduku, ti nuk i varfër, në thelb ti pasuria vetme që ke janë legët, janë parat. Nuk ke asnjë lloj pasurie tjetër. Momentin që unë jam milioner, nëse Shpend Gashi ka mbaruar fakultetin e shkencave sociale në një provincë të vilajetit Rumelis, që është Shqipëria, fëmia im do të mbaronte Princetonin, Yalesin, Harvardin me jetë. Jo po se ka të drejtën të zgjedhë, jo, deri 18 vjeç vendos unë për ato. Pas 18-s ti i të fluturoj, të bëj çfarë doj. 18 baj unë përgjegjësi për pjellën time, që unë investoj. Edukimi. Në Harvard, në Princeton, Yale. Nëse baba doli tek Top Channel-it e klanit e X-it të Y-it, fëmia im, vajza ime, djali im dalin CNN. Të Foxi. Nëse unë kam ikur me makinë personale në shkollë, fëmia im minimalisht me makinën e vet, minimalisht që të ruaj standardin. Unë nuk martohem për t'i thënë prindërve të bëra gjysh. Apo se miku ora biologjike, që janë këto skizofrenit aktuale të shi. Unë bëhem vetëm momentin që unë rekuperoj traumat e mia, që unë jem babi denj për ato fëmijën atje. Mos të rrisësh fëmijën me trauma. Të kem bollëk që ti përkushtohem. Jo të më pyet si fëmia bab dua kullore, s'na ka dal 15 diçi bab. Do thuash ti ka ndodh kjo. Po ndodh, po unë zgjedh mos ta përjetoj ashtu, më ç'është zgjedhja ime. Patjetër. Jo, këto janë zgjedhje që kanë bërë njerëzit, po. Pra në momentin që ti merr një hap në jetë, do familja është biznes për vete, në thelb, është korporat. Ke CEO që është gruaja, ke edhe pasardhësit. Kush është CEO? Kush është më mirë? Gruaja është CEO. Gruaja është CEO. Shikoj. Fakti që unë jam kundër feminizmit politik apo social që përhapet unë nuk do të thotë që unë nuk e dashuroj femrën apo gruan si nocion, kupton? Se ndryshe nga këta të tjerët, pacientët e tjerë, unë jam ai lloj pacienti që i shikoj si plot njëri tjetrit, nuk i shikoj si dividend. Është vërtet, po. Pra, e ketë të si thua të sintetizuar në njësinë e Orionit. Që nga piramidat e Egjiptit që Siriusi dhe Osirisi, organi gjenital mashkullor me organi gjenital femëror, që sjellin jetën. A kupton? Pra ne sjellim jetë. Nëna fëmijës është gjë më e shtrenjtë në jetë, a kupton, për një mashkull, për një burr. Nuk ka gjë më të shtrenjtë se sa nëna fëmijës, sepse është ajo që konservon ty pasardhësit e tu. Pa shkak se njerëzit doin me bojë po gruaja keqe, kuçedra, gjitha këto janë analish verisha, apo janë humore të errta që meshkujt i bëjnë mes njëri tjetrit. Por për ato lloj femre që kam unë të programuar apo të krijuar në mendjen time, nuk besoj se e gjen me lehtësinë në trojet tona. Pse më? Sepse është bërë konsumatorizëm. Këto nuk duan familje. Të duan me u duk që kanë familje. Edhe duan sponsora. E shikojnë burrin si sponsor. Vërtet është. Nuk e shikojnë burrin si partner. Në fakt i kanë llastuar vetë në thonjze. Po pra kjo është ajo pyetja pasaj që ti më the, ndoshta i paragjykon këta çunat e shtëpive të barit. Po këta e kanë prishur pra. Sepse në momentin që ti rri 6 muaj me boçe, edhe nuk e pasur jetë aktive seksuale, do vish tek e para që na lekët edhe hajde se mendoja se ishte sinozit, po pas ka qenë sinozit, pas ka qenë gjithë tjetër. Kafi, të është se punon me që ajo më qeshmja, nuk më... Tani, Shpendi, ty duket kështu si retorik kjo, po ke edukuar
Nga mosha 14 deri në 20 vjeç me këtë podcastin që bëre, ke edukuar ca baballar që nesër do bëhen, ca çuna që nesër do bëhen baballar, ca gra që të hapin sy të mirë përpara se të bëjnë zgjedhjen. Tani do flasim për shpendin. Ti fëmijës tënd, nesër pas nesër, burrit, djali, vajza, nuk e di. Çfarë do t'i thoje për Shqipërinë edhe për familjen? Cila është ajo porosi që do t'i lije? Për Shqipërinë do t'i thoja që duaje, po kur mos e beso. Kurse për familjen, du të kisha thonë atë amanetin që ma më kalon një mëgjysh, do ngresh akoma më shumë biemrin. Unë diri këtu e kisha. Kaq mund boja, e kjo ti tani stafetën. Në dorë, me na që gropë ose me na që lartë. Nuk jam patetik. Sepse unë e di që fëmija im do bëj gjitha gjona që unë kam dash me boja dhe do shtë të gabuara. Nuk jam e luj profili babit ti duhet t'jesh robot. Pa tjetër. Të bëj qatë ti doj qefi, se unë kam bëj qatë më ka dash qefi, për 2 gjona do t'a bëjë edhe drograt, do më thënë që do t'i rjarë në kokë të drograt, për aq kosa nuk i pi vetë, nuk ka shanse që fëmija im t'i pije. Për alkolin, do më thënë mos t'abuzonte me alkolin, dhe mos t'ishe i dhunshëm, pra të kontrollon të nervat, kaq gjona që unë si toleroj të vete ime në caparime dhe mos t'i akthej kur fjallën, do më thënë mos t'i bëj dalje familjes, si do qoftë tjetë familja me problematika, se çdo familje ka problematika, ka sherre. Mos t'i iki problemet, sigurisht. Mos t'i iki problemet dhe qëndroj ta di kush është nëna dhe baba, po edhe një këshill tjetër, po që merret tani në mendje është nëna është gjë më e shtrenjtë. Domethënë midis gjithëve neve nëna është gjë më e shtrenjtë e tij. Domethënë mos t'i kthinde kur fjalën nënës vet. Nuk u të pyes për marrëdhënien që ke, se di shumë mirë se çfarë marrëdhënie kanë çunat me mamin, kam çun vetë. Me mamin e kam marrëdhënie dashuri urrejtë faktikisht, se mami im është shumë autoritare. Më është dashur edhe të krijoj pavarësinë time ndaj adiksionit mamit ndaj meje. Nënat e djemve kanë çika janë addicted. E di. Është mirë kur një nënë është autoritare? Jo, se të krijon trauma. Edhe duhet shumë karakteri fort me i përballu pastaj. Sa po më dhe mua një këshill të shikash. Po. Shpend Gashi, ministër e arsimit. 3 reformat e para që do merrja. Komisioni vetting antiplagjatur dhe rishikimi të gjithë titujve shkencor nga pedagogët. Kur është hapur universitetin 70-ën, 68-ën? Po. Nga 68-a, 69-a deri në 2025-ën që jemi tani të lloj kohe. Të gjithë titujt. Të gjithë titujt pa përjashtim. Edhe nona ime me qenë me titull fals, heqet licencë, diplome të gjitha me radhë. Po plagjaturën për kë e ke fjalën? Po prapë për pedagogët. Dhe në qoftë se ka krim të madh që duhen mbushur burgjet, jam me pedagogët e këqinj. Sepse mos ata të mjekësis. Ata janë vrasit real të shoqërisë. Ju vetë nuk e kupton dot. Qa bastarditeti dhe qa lloj prostitucioni politik kam parë në fakultetin e shkencave sociale. Të shkenca sociale? Shkenca sociale. Abuzues. Që e kam prekur vetë me dorë. Dhe pastaj vetë të një mik të mjekësia, apo të juridiku, apo të X-i të Y-i që kërcet 500 dhe 1 misha për një copë pese. A kupton, apo politekniku. Ose si kap njëri këta? Si ka sepse janë të mbrojtur me shtetë dashur. I mbron vetë. E pe urdhrin e psikologut. E pash. E pe, do të thënë, urdhri i psikologut ka nevojë për psikiatër. Kupton sa e tmerrshme është. Atë është e tmerrshme. Do të thënë janë me probleme mendore, dhe ti më thua pse i quajnë Shqipërinë spital psikiatrik. O, është psikologa, kanë vjedhur tendra pafund. Edhe është bërë kështu tani. Rektori, dekani i Fakultetit të Shkencave Sociale janë te lista këtyre që kanë përfituar projekte. Po pse më e marrë mira 20 veta në tërë Shqipërinë që kanë përfituesit të gjithë projekteve? Kaq i mirë që e ke ti, po ti je debil më, analfabet funksional, zimeli 3 fjalë. Po kjo ku e gjetet ti 32 vjeç profesor doktor i asociuar, po kush më thoi një njeriu nga si boka kjo shkolla. Si dalin këta, me vërtet se i kam shumë edhe ekspert, që unë ekspert e di që duhet të kesh mbi 30 vjet. Ta them unë. Ma thoj ti. Po ja kanë sa lekë dhe i japin aty, bëjnë tituj falsa. Jo, më i modër, jo. Po si bëjnë? Ka një muskull trurje. Ka një muskull njeriu. Pa. Është gjua. Pa. Ai stërvisin shumë ata. Me lëpirë. Servilat kujt? Servilat, sistemit e prorit, të tjetrit.
Prandaj themun që ne shqiptarët jemi e keqja njëri tjetrit. Ti e kupton çka kurrikulash ka shkolla, universiteti. Jam shkëputur. Domethënë bota shkencore ecën me kimin, fizikën kuantike. Ne këtu po na mbyllen këto. Ti akoma me sistemin e Mortimerit që ka dalë në Amerikë në 1960-ën ka dalë jashtë loje sistemi Mortimerit në kimi. Po ka që vështirë është për të updetuar me këto sisteme të reja, po thjesht nuk duan. Po nuk duan më motor sepse vjen paraja ikën direkt, do bëhet vila. Shikon se kisha menduar këtë punë. Do bëhet vila më motor. Pastaj po u fuqizua shpendi me Jonën, me Xhulion, të dalin student mirë i zë vendin e punës atje. Po. E keqja e shqiptarit është shqiptari pra. I zë vendin e punës. Prandaj s'do bëhemi neve, se kemi këta. Ti kupton, un kam deputet, pedagog që po t'i hap tani mesazhe ty, janë analfabet funksional, nuk din me shkruajnë. Po nuk din shkruajnë, po e kam rastisë edhe un këtë. Më shkruan një deputet, je briland. Me D. Me D. Ogej dhejti, ogej. E frikshme, ku jemi, e? Ka që me afton, Lale. Po ta vëm re, për shembull neve, kur kemi qenë ka njënin në kafe, unë vida me 150.000 euro makinë, tha, ti më bo, më tregu mua 2.000 euro apo 3.000 euro puna me ty. Po të ndro makinën, ty tu bofte edhe 500.000 euro, po ti e ke makinë në vlajt, e qeri vlajt. Iku maroj. Ti e ke marrë borxhma, ku e ke talën? Ne bëri punën me ty mbas kësaj qite. Po spranoj un pacient ti lutin. E përzure? Po spranoj un pacient. Largoj. Kush më njeh? E shikon që ti infektojnë. Kush më njeh në punë? E di që unë nuk bëj kompromise të puna. Përpiqem të jem fair, i drejt maksimum, nuk e di arria apo se arria do se është pastaj çështje që nuk varet vetëm nga unë. Po që më marr për budalla apo për shumë larg njerëzit. Ne më fyë inteligentën, pra unë nuk lejohet më fyesh inteligentën. Ti mund të ngënjesh, të mashtrosh, të lashet, të lyesh, unë po do them. 2+2 bën 7, 8 po deshe. Po kur vjen te puna ime, pa. Po ja, këta me këto makina 150.000 euro këta e kanë shkatruar. Po jo, nuk e kanë shkatruar. Po sepse ti me ty shpendi nuk i ka hec. I ka shkatruar zilia jonë. Po shpendi nuk është se ka ardhur nga një familje që s'ka pas bukë me hongër. Edhe më eksiton mua fakti që ai ka një makinë. Shpendi ka ikur 2 herë në Angli me summer school-a, kur në Tiranë vej me pasaportë me modër. Në mes Londrës. Në St. David School, kështjellë lejuar dhën vajzave dhe djemve nga mbretëresha në Ashford, Londrës. Edhe 1.500 pound me vete, kur pound ishe me 2.000 lektu, edhe rroga ishe 150. Nga baba, asimerit e imja. Unë ishe djali i madh i një familje biznesmenësh. Por fakti që unë e kam përjetuar atë bollëkun që i vogël, më ka hequr këtë urin kur rritesh. Edhe pse sot ne jemi shtrese mesme, sepse ashtu ka ardhur jeta. Është ups and downs. Po, patjetër. Po ma ka dhënë atë iden që nuk ke pse të shitesh lirti. Ç'po më duhet mos se ke ardhur me makinë ta bëv zoti, unë kam polon tim bashkë me vllajën, ikin Fier, Durrës, në Shkodër, ku të më doj qefi, e të bëja, mjafton të ecësh mirë që mos përplasesh vdesësh rrugës. Unë se kam, për të më afruar njerëzit për punë nuk më shikojnë nga makina, më shikojnë nga cilësia. Një vajzë që më pëlqen nuk më shikon nga xhepi, më shikon nga tipi. Një gjë tjetër, e krijon ti standardin që do të tjetrit godasit e ty. Kjo është ideja. Pra ka vajza shumë të bukura që ti nuk i ngacmon dot në rrugë. Sepse ajo është serioze, edhe ta masësh veten 10 herë para se të shikosh në sy. Ajo as të rref, as se ka dashnorin e fortë, as si llogjë. Po thjesht ka atë sharmin e vet që jam serioze, Lali, me mua nuk jam ajo kategorie. E di ajo standardin që vendos vet. Dhe ke pastaj pjeshka që me një sufllaqe i merr makina, kupton? Pa sufllaqe. E njëjta gjë është domosdoshmë. Varet se çfarë standardi vendos ti. Mos kur më bën prit, mos më rryj mjekrën. Më ka zotu një punë, më lër të bëj punën. Nuk do ta di fare më, jep djali Krajlit, atë djali Mretit, atë djali Mretit suedis. Ke ardhur se duhem. Patjetër. Janë standardet. Paguaj shifrën që të kërkoj unë dhe mu hiq sysh qarkullo. Mirë, edhe me këto standarde që ke vendosur, edhe pse pak si tegra duken për realitetin tonë. Janë tegra fare, janë shumë normale, më thënë një shoqëri normale kjo do të ishte funksionore. Pse e boke ti në Angli atë kur thot tjetri hap gojen tek avokati, të vjen fatura 500 pound, konsultot, gjysore konsult 500 euro, 500 pound.
Po unë se dia, zotri, është 30 minutë i jetës time. Pa. Kam ndonë mend ty. Mhm. Ti si di ligjet e rreth tek unë. Ti do me bën një gjë për biznesin tat vlla. Vjen te Shpendi, te Xhulio, te Jona, te gjitha. Ati e kanë më të thjesht këta ti binden rregullave. Unë nuk jam pjesëtar i motrave të Kalkutës aty, tash me bë bamirësi. S'kam vajtur akoma tek filantropia e Kalkutës. As nuk duhet lumturohem se nën Tereza në fund jetës. Do me vdek i lumtur. Ndërgjegjshëm për ato që kanë bë mirë. Kaq. Se tek unë ti dashke me marr falas, edhe ma do ke me ma ashtu dhe te tjetri ti vete si çeçua. I përshtaten më shumë rregullave. Pra kam paguar në fushat motor, nuk kanë ardhur tek unë te ty. Me 700 euro apo me 800 euro sa që kemi neve faturat për një intervistë. Pa. Aq variona. Do të thënë gjysore mua ma kanë nxjerr ChatGPT-ja me gjithë në sajtet e YouTube-it kur ishin 238.000 views, se tani ka 600.000. Më thoshte 500 euro gjysore e meriton kjo lloj gjëje. Pa. Unë e shova 750 euro një orë gjys. Do të thënë jep vëlla se unë e shijoj ato gjën që bëj. Pa. Vajten te X-i te Y-i me 10.000 euro për 8 minuta me motor. 10.000 euro? Po. Se ke parë atë të televizionit kombëtar tonit. Nuk shoh. 10 deri në 15 minuta 8.000 euro. Në televizion. Kështu, marketingu, mesazh marketingu. Si me çun tash info@truppodcast.media, mesazhin email, këto janë tonat, email zyrtar. Kjo ishte për fushatën. Për fushatën. Dhe i kanë dhënë njerëzit te Fevziu, te tjetër lek. Pa. 20.000 euro, 30.000 euro. Dhe kur vjen te neve, që del edhe më kualitativ, se që ti të vesh në një televizion, se ne jemi rritur në për televizione. Unë paguaj ti kohën, televizioni është 40 minuta pa reklama. Se ti ke punu vetë në televizion. 45 minuta, më ke marrë 3 pacient përballë që i paguam me një zarf 150 eurosh. Edhe ata më han kohën mua që unë duhet të flas për fushat, për çka kam paguar 10 minuta çerekore, 8.000 euro. Për të folur 1 minutë gjys. Vjen te gazhi, flet 1 orë gjys për çefin tat vlla, edhe pagun 10 fish më pak. Tani si çeka kjo gjë? Unë duhet gënjej ty që neve kemi ri shumë të madh. Jo, atë nuk e bëj kurrë të gënjej. As me Instagramin, as me TikTokun, as me asnjë gjë. Ato shifra që janë aty janë bioorganike, plus 1 dita, plus 1. Ushtua një follow sot, plus 1 e kam timin ato. I ke kështu edhe besnik. I ke besnik shpend se i kam ndjek edhe ke krijuar komunitet. Aty kam krijuar komunitet. Edhe kur bën ndonjë pyetje kështu të përgjigjen, lëshohen gjithë duke fol. Kam krijuar komunitet, po shikoj, unë jap hapësirën. Domethënë kam shpikur se shpike është fjalë e madhe, po kam riambalazhuar modelin e Joe Roganit me PBD-n në një version shqiptar. Pra, edhe interaktiv, live, Piers Morgan, gjithë më thënë, është një, dhe në tru podcasti e dashur është një Frankenstein i vogël. është Gashi Stein, quhet. Gashi Stein. E kam krijuar unë atë, më thënë, ka nga gjitha gjonat aty. Pra, gjen astrofizikën, gjen konspiracionin elitar me Goxhën, trajtimin politik, pastaj futesh në gallat me Gent Bacon, me Marin Orhana, si që pritet në bashkohet, pastaj vim premiera, dhe më thënë, i fus njerëzit live, janë futur njerëz live, domethënë flet tjetër nga New Orleans. Po i kam ndjekur ato. Këtë kjo fushata që do marrësh të rinj që të flasin, edhe ti promovosh. Stik me 2 presa pastaj, stik me 2 presa. Më duket interesante kjo. Ke pas kërkesa? Interesante është, kam pasur kërkesa, po duhet dish edhe si të ma kërkosh e marrë dhe mira. Se si të kanë thënë, dua unë. Më vjen një po, është s'ka shanse. Ndodha, po. Po jo, kur bën ato pyetjet për shembull që kam dëshirë edhe unë. Po nuk ka shanse, domethënë ma thoj bukur, po mos më bëj lojtarin, se po ti për lojtar jam vetë. Ja një mesazh që më vjen ndërmend që e kam kthyer dhe përgjigje, kështu publikisht. Jemi një startup, po nuk kemi të paguajmë neve për promovimin. Tash je motor. E kam lexuar këtë. E kam lexuar përgjigjen, po. Startup jam dhe unë. Startup jeni dhe juve këtu. Kupton? E kam përllogaritur një mini budget marketingu. Sepse në startup marketingu bëhet i pari. Domethënë si do të shfaqem unë tjerëve.
Pastaj ti shto ujë, miell, gjiz, bëj byrek, unë e flin e bëj çfarë dush. Po e ke një lloj buxheti. Dhe mënyra si ma kërkon, ne nuk kemi buxhet për këtë, domethënë që thjeshton komplet nocionin e startupit ajo gjë. Po. Dhe pastaj shikoj se dohet flisja për këtë. Po ne që jemi startup për vete ishe përgjigja. E mbaj mend këtë. Qa bëhet me neve, apo? Neve vetëm dhon, sepse neve na ka bën autokombajna. Dhe ka qenë kështu përgjigja fiks. Domethënë bën pas ka bën autokombajna, unë startup për vete. Me sulme nga njerëz që kanë punu. Me televizione që kanë vajtur gropa, kupton? Televizione që kanë 25 vjet në media, por që kanë vajtur grop, kanë ngelur te 3 veta që flasin të njëjta gjona. Që unë kam punu me ata. Domethënë unë e di që XY e merr telefon dhe i thotë gashës nuk e për të vajtur. Edhe unë kënaqem nga ana tjetër, she idiotë, who gives the fuck? Flying fuck për atë, kupton se. Plasim mua me të marr ty 1 apo 2 3, domethënë, po ti ke vënë, unë nuk kam marr nga ata që kanë shumë k. Po. Nuk i kam pas qef fare këta. Domethënë vit tjetër e thoj shikoj se un kam shumë shikueshmëri. Po vlla, edhe un po dal lakuriq, ta siguroj 2 milion shikime i marr. Me thonë ai budallik në 1 milion e gjys. Po. Se po vemi me 300.000 me gjona të zgjuara. Po. E më në thuash në një budallik, në një gomarlik. Po mirë, kur shkon me 300.000 me gjëra zgjuara, do të thonë që simi dhe është keq si popull. Apo ke kap diasporën? Shikoj, un kam kapur diasporën. Qëllimi i tru podcastit është të bëhet zëri Amerikës që u mbyll. Domethënë unë duam të qenë zëri shqiptarëve jashtë. Më nuk më interesojnë më shqiptarët brenda. Domethënë sepse shqiptarët brenda e njoh aq mjaftueshëm sa ta di që këta duan ca heronj që të mbahen pas këtyre dhe pastaj t'i vrasin. Jokeri, Spider-Mani, Supermani, Marvel, domethënë është Marvel. Kemi dashur gjatë gjithë kohëve neve të ndërtojmë. Po Gashi djali mirë shumë, është opozitar i mirë, po t'ia fusim çik Gashit sa. Boll neti, të vinë tjetër, një Gash tjetër. Pra unë e di domethënë që Koloseu modern do gjak. Po. Se apo të kanë si fara. Merrem ata që kanë 5 gram tru. Dhe më aty e kam ngritur sepse edhe është treg më i madh. Po. Treg është janë 25 milion, 30 milion shqiptarë në gjithë botën shqipfolës. Tregu është atje. Ke marrë feedback të mirë nga shqiptarët e diasporës. Absolutisht po. Edhe mbështetje. Absolutisht po. Nuk e ke iden, më kanë ardhur 3 furgona me porosi, fli, mikrofona, gjona për shtëpinë pa i njohur njerëzit si kam takuar ndonjëherë. Sa interesant. Betohem. Shikon, vërtet atyre njerëzve u ke shërbyer përderisa aty kam kuptuar një gjë që duar të bosh e prap duke dhënë. Edhe janë mirënjohës shqiptarët. Të betohet shpendi, është një zonjë që nuk ka lënë ditë dje ka sjell japrak. Para 3 ditësh ka sjell amareta e pispilie gjitha me radhë. Më thonë kishte bë edhe më ndjekë 60 e ca vjeçë. Kishte bë shkret edhe një zarf kontributi. Edhe i thash, edhe i thash, zonjë tash, ç'a halli ke se po më tregonte me gjyqe, me vllajën, me tash. Nuk është ndihmë tash më hapësh mua kët. Ma se duhet për vete për gjyq. Ma më ndihmon duke më parë, kaq. Pra ka njerëz shumë të mirë në Shqipëri, që neve nuk i dim sepse jemi kapur të përputheni te Big Brother dhe këto psikopatia kolektive. Ka njerëz me të vërtet shumë mirë që po ti kapësh zemrën, njerëzit ndonjëherë duan vetëm një fjalë. Pa. Edhe shumica e njerëzve sot vetëm një fjalë ngushëllon. Pa. Vetëm ta dinë domethënë që po dëgjojnë, ta dinë edhe prandaj tru podcasti është bë, hajde dëgjoj vëlla. Vjen Gashi, vjen Xhulio, vjen Jona, vjen Sali Berisha, futun live, bëj pyetjen. Okej, unë nuk do nxjerr sharjen që ti je një psikopat i debil patronazhisti do shash se unë është respekti për të ftuarin. Po ti bësh pyetje të zgjuar, ti del, unë kam parë aty pyetje fenomenale, të betohem që as vetë kishe vajtur mendja. Ju përgjigj doktori? Jo, me doktorin nuk ishte live faktikisht. Ishte regjistrim sepse në stadin që e kam pas në 11 janar, që sa ishte monetizuar e kuptoj. YouTube e gjitha me radhë nuk e kisha provuar, nuk mund të rrezikoja dot që me ish kryeministrin e vendit provoja live që të mund bjeri sistemi, kupton se koha aty është limituar. Ai vjen për 2 orë, aty ja maksimumi 2 orë një çerek. S'mund jo pora mikrofoni, jo pora kjo, kurse me Altinin ti e ke parë që na është derur kafja, na është kemi qesh, kemi çaj. Më thënë është fix podcast me Altinin, kurse me doktorin bëra diçka ndryshe sepse mendova
këto pyetje ka bë Fevziu, këto pyetje ka bë kjo tjetra, kjo pyetje ka bë tjetra. Pyetje klishe, idiote, domethënë nuk ka pyetje idiote, ka idiot që pyesin po pak rëndësika, domethënë pyetje që janë bazike. Konsumuara, po. Doktori është hermetik, është politikan rrace. Domethënë kur nuk janë nxjerr dot doktorit në mes skandalit të lloj-lloj skandali që i kanë ndodhur, i kanë bërë pyetje gazetare dhe është mbyllur hermetikisht, ka dhënë atë përgjigjen që donte. Po. Çfarë cilë ndryshe me mua, po ti boja pyetje tash 97-a, Gërdeci, XY. Ja, po s'kan lidhje. Mua më interesonte që doktori foli për Dostojevskin. Por ajo lloj bisede me doktorin ishte një bisedë psikoanalitike, më shumë. Kam kuptuar shumë nga psikoza e atij personi dhe kam dalë në një përfundim të timin që është njeriu më ambicioz që mund të ketë ekzistuar në troje 35 vitet e fundit. Prandaj në këtë moshë ka të ambicie dhe atë energji. Ka ego të sëmur. Nuk po flasim për ambicie, po flasim për një ambicie që është, do të thonë ambicie ujku, që është e imja dhe pikë. Dhe di nga kam kuptuar këtë pas një pyetje që e kam bërë për Bajrakun. Se po më fliste Oda burrave, Lauta Malcisa. Edhe një moment e bëj pyetje se unë vi nga familje bajraktare për veta. E them, o doktori thash, familje bajraktare, jo bajraktare tha. Familje e njohur, po jo bajraktare. Dhe kur më tregoi për gjithë familjen e vet, për gjitha kam kuptuar një gjë që kompleksi i këtij njeriu ishte që të ishte bajraktar. Ajo që i ka munguar në familje. E arriti dhe u bë general i gjithë Shqipërisë. A kupton çfarë ambicie të mërshme? Vonë ajo që i ka munguar. Nga që se kishte, po. Dhe fakti që ai është ditë të kapit tavolinat të fuqishme, gjitha është edhe pse e kanë edukuar në Odë që të vogël. Pra i fliste për Odën, po Oda burrave, kush është nga veriu e di se çfarë institucioni, sepse është institucion Oda, nuk mund shkoj çdo lloj njeriu në Odë. Qofsh edhe burti, duhet të kesh sa parametra, duhet të kesh taban për me hyrë në Odë. Dhe Oda është si kod Bushido. Domethënë ka hierarki aty, nuk ka pse. Në Odë, po të më thoj mua kryeplagu Gash Pusho, nuk mos fol, nuk duhet flas. Nuk mund të bëj dot rebelin, po pse se kam drejtën time, sepse ti ke pranuar kushtet e Odës. Dhe fakti që ai është rritur atje që 5 vjeç e merrni për të recituar Lahutën e Malcisë të gjitha merat, tregon që i ka formsuar një gjë të karakterit, domethënë se si është thjesht mes burrave. Dhe Doktor Berisha e ka këtë, është si padrino. Është fiks padrino, pra është merr, zgjidh halle, delegon punë, po prapë është ai. Domethënë nuk mund, më thënë, doktori nuk ja merr dot pa e vrarë. Më thonë za. Domethënë duhet ta shflakësh nga politika, nuk të lë doktorin ndonjëherë. Tentoj njëri, po si doli dot. Po sa shikoj, mos e mendoj që e ka tentuar. Shikoj edhe në këtë pjesën e skenarit. Më beso, shikoj njërë të pjesë e skenarit. Shumë i zgjuar doktori. Ishte dakord? Shumë i zgjuar doktori për të lënë rastis çështjet. Po mirë, për shembull ish kryeministrin e ke pasur në podcast. Po kryeministrin do ta kesh? Se në fundit podcasti mund të jetë edhe për Shikoj. Me Ramën unë kam një urrëtie patologjike për Ramën. Dhe nuk e shmang dot urrëtin që kam për Ramën. Por si djalë fisnik që jam, që e quaj veten fisnik, kur nuk jam marrë me familjen e tij dhe me çfarë akuzojnë ata. Domethënë kam arritur në luftën time politike, kam bërë me Ramën nga verbi i tij politik dhe aktiviteti i tij politik. Asnjëherë pas pragut. Nuk më duhet as vllai i tij, as nona e veten djerë, as baba, as zonja Linda, as zau i vogël, as Gregori, as gjë, nuk më intereson fare. Ai pas jetën e gjatë bashkë me familjen e vet e gëzofte të gjitha se në fund ditës është njeria, kupton? Por si personazh politik në veris kam një urrëtie patologjike dhe nuk mendoj se nuk do në vinte. Jo, unë po të pyesa do e ftoje, se pak rëndësi ka pastaj. Po, më thonë ja kam çuar, shikoj, ja kam çuar kështu me sarkazëm kur kanë ardhur ata socialistës, gjithë me ranë që o mret hajde këtu e gjitha se nuk do ha darda, do t'i hanë sy, po. Nuk e di, shkoj, Rama, po të vinte Rama tek unë, do më jepte një goditje PR të frikshme. Domethënë podcasti do kishte kaluar në nivel tjetër. Sepse ndryshe nga doktori, ai është edhe performues. Është i frikshëm si performues. Dhe nga
informacionet që unë kam nga njerëz që e njohin me karaktere të forta, ai luan ndryshe. Me karaktere të dobta ai poshtron. Po. A dhe mendoj se do ishe një super mega podcast. Por unë me Ramën e kam sepse e lidh me prishjen e pronave të mia në Fier, që janë prishur me urdhrin e këtij dhe si një malcor gjenetikisht jam, nuk e fal dot pronën. Kur më ke hyrë në pronë dhe nuk mund ta zhbëj dot urrëtin që kam për ata, kupton. Po prandaj nuk duhet ta marrësh në podcast. Pikërisht pra, sepse mund të agravoj në se kalon si çështje personale, pastaj për të shërbyer më publikut. Sepse ai është i Zotit dhe mund të ma kalojë më duke, do të thënë, ai mund të mos jetë më inteligjencë se unë, kapacitet intelektuale, kupton? Po ka thinjat, më rrëzon me thinja, di se si të mfusin në kurthe që dalë i para me. Po çka se mendoj se do ta ketë vështirë një debat më, mendoj se mund ta ketë vështirë një debat më, sepse unë di shumë gjëra për atë, ai nuk di as lloj gjëra. Jo, unë them bëje kështu Shpendi. Po të erdhi kryeministri në Tru Podcast, i këti dhe lër Altin Goxhaj. Do qoj pa besi. Por shqiptarët, shikoj, Shpendi e boni Shpendi se ti do përfshihesh emocionalisht, ndërsa Altini ka të Shpendi e bëri detyrën e vet patriotike dhe miqësore vllazërore për Altinin. Pra, përpos kemi real, domethënë, ne kemi krijuar një marrëdhënie simbiotike me njëri tjetrin. Pra, kemi garantuar shikueshmëri shumë të madhe në rubrikën që unë përfitoj, që është e vërteta, se duhet të jem shumë fair, shumë i sinqert. Po ndërkohë domethënë kam dhënë një dritare shumë kualitative Altinit çdo javë, gjë që domethënë we fulfill our needs. Kemi zgjeruar një herë nevojat. Pra nevoja ime është që të ngrej një strukturë shumë të fuqishme, nevoja e tij është të ketë zë publik. E dyta, kontorizojmë njëri tjetrin. Dhe përpos faktit që të përfitimit interesit simbiotik që ne kemi, unë kam bërë dashurinë që kam për Altinin. Pra, gjithë podcastin tim e ktheva në war room për fushatën e tij. Dhe një nga zhgënjimet më të mëdha që kam me këtë milet, me këtë pis milet, është domethënë që janë shumë hipokrit. Janë, edhe unë e kam patur. Domethënë Altini nuk premtoi as rrugë, nuk premtoi as drita, nuk premtoi as lloj gjëje. Altini premtoi komisionin anti-OBSH, komisionin anti-vaksinimit. Dy gjëra që neve kemi folur edhe të pakën Altin Goxha ka folur një herë, të pakën në jetë ka folur për gjithë secilin nga neve. Ka mbrojtur një kauzë. Po. Këtë nuk ditën ta vlerësonin shqiptarët. Jemi neve mos prenjosur, për këtë nuk habitem fare. Dhe Shpendi ka bë me dashuri më të madhe, kur më ka thonë shkreti që po të kisha para o Shpend do të kisha dhënë. I kam thonë, o avokat, si puna, nuk i merret gruaja shokut se është e bukur, se ka femra të bukura sa duhesh, nuk shikoj te gruaja shokut. Edhe puna e lekëve, nuk merret lekut e shoku. Ka pacient tjerë që do vinë, do bëjnë. Unë e bëra një kontribut që sot një herë do desha një do Altin Goxhaj, kur more pas 34 vjetësh, more hapin tënd park politik, Shpend Gazhin e kisha aty dhe shumë veta që ky kanë nxjerr nga burgu edhe gjas me njerëz që kanë organizuar këto pro familjes e pro tjerë në lam balt. Është shumë e vërtetë. A kupton? Shpendin e njohim më vonë, Shpendi vajti deri në fund. Shpendi kishte edhe oferta të tjera për edhe s'kam pranuar fare asnjë lloj, sepse vajte shoku tim first one is from the house. Pra më ke mu vlla. Qofse s'ka që tjetër ke mu. Edhe ma di Altini, dhe neve kemi një raport shumë të bukur me njëri tjetrin. Edhe unë e kam shumë gjan. Mirënjohës. E kam shumë gjan. Shumë mirë, ja. Do ta marrë dhe Altinin këtu në podcast, i kam dhënë fjalën. Patjetër dhe ja vlen Altini ja vlen. Edhe i kam thënë këtë që kur të vish merr dhe një kapele republike për mua, të dalim të dy me kapele. Shpend unë të falenderoj shumë për kohën, për fjalët e vyra, që edhe pse ti shoh gjithmonë të dëgjoj në Tru Podcast, doja këtë herë ti dëgjoja përballë. Faleminderit. Jam më i mirë si intervistues se sa si intervistues. E di çai kam thënë Julius, kjo është për te intervistës. Do fillosh Shpendit na bëj pyetje neve.